Lidhja Demokratike e ka cilësuar skandal rastin e rezervave shtetërore, për çka Prokuroria Speciale e Kosovës 2 ditë më parë ka dorëzuar në gjykatën themelore akt akuzë ndaj ministrës në detyrë të industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari, si dhe ndaj 3 personave të tjerë. Zyrtarët të LDK-s nënvizojnë se ky nuk është thjesht një rast administrativ, por prek edhe sigurinë kombëtare, ndaj kërkohet përgjegjësi politike. E para është dëmi financiar që i shkaktuar buxhetit të Republikës sonë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka theksuar përmes akt akuzës se në këtë rast është shkaktuar dëm prej rreth 3 milion eurove ndaj buxhetit të Kosovës. Dhe ky dëm përfshin rritjen artificiale të çmimit të grurit, rreth 200 euro mbi çmimin e tregut në atë kohë, sasi të padorëzuara të mallit të blerë që është kryesisht vaj dhe sheqer, kontrata të palegjshme të transportit të këtyre mallrave që e tejkalojnë kontratën origjinale dhe pagesa 100% në avans. Këtu kemi viktima, kemi dame kolaterale, po ja që është shumë e rëndësi, mendësia është në krye, mendësia është tek kryeministri në largim Kurti, i cili ka leju, ka qenë informum dhe ka qenë në dieni dhe ka lehtësu këtë formë të marrjes së vendimeve. Prapë përsëris, kjo vërtetohet për shkak se nisjen, lehtësimin, buxhetimin, autorizimin e avanceve, pagesave, gjitha këto kanë qenë të mundësuar me një vendim të nënshkruar nga kryeministri Kurti në atë kohë. Ministria në detyrë Hajdari dhe 2 zyrtarët Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara dyshohen se në bashkëkryerje i kanë keqpërdorur detyrat zyrtare me qëllim që të përfitonin pasuri për persona të tjerë dhe i kanë shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës prej rreth 3 milion eurosh gjatë muajve shkurt dhe mars të vitit 2022.